mos e fol një fjalë për të cilën kimi ra pishman që e ke fol. Gjuha vëllezër është një begati, një nimet që na ka dhënë Allahu dhul xhelal. Me këtë gjuhë e kënaqim Allahun dhul xhelal. Me këtë gjuhë e përmendim Allahun dhul xhelal. Me këtë gjuhë lexojmë Kur'an. Me këtë gjuhë mund ta fitojmë xhenetin. Por Allah na ruajt, edhe me këtë gjuhë mund ta hidhrojmë Allahun dhe të na fusë Allahu në zjarrin e xhehenemit. Andaj kjo ishte këshilli i Rasullullah që me pas kujdes gjuhën. Me pas kujdes çka po flasim. Nëse dëshiron me fol diçka, mate kjo gjuhë a hidhron Allahun apo e gëzon. Nëse e gëzon Allahun, fol. Mi po nëse hidhron Allahun, mos fol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut." Kush e beson Allahun dhe botën tjetër, le të flas mirë ose le të hesht. Pra ose ki me fol mirë ose ki me hesht. Po ashtu duhet me pas kujdes, thot Allahu dhul xhelal: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Pra këtu na çorton Allahu që me pas kujdes mos me fol pa dituri. Në çështjet e fesë duhet të flasin hoxhallarët, kërkuesit e dijes dhe ata të cilët mësojnë, e jo ata të cilët nuk e kanë haberin për fenë Allahu dhul xhelal. Thot Allahu: "Mos ju qas asaj gjëje për të cilën nuk e dituri, nga se të dëgjuarit, të pamurit edhe zemra, këtë të kanë me dhënë llogari para Allahu subhanahu wa taala." Po ashtu thot Allahu dhul xhelal: "Ma yalfidhu min qawlin illa waladayhi raqibun atid." Njeriu ku ta nxjerr një fjalë prej gojës vet, e ka melekun të gatshëm i cili ja shënon atë fjalë të cilën e thot. Andaj t'i ruajmë gjuhët tona, sidomos në këtë ditë të Ramazanit. Mos ta zbehim Ramazanin ton, mos ta zbehim Kur'anin të cilin e lexojmë, mos t'i zbehim ibadetet të cilat ja kushtojmë Allahu dhul xhelal.